Atëherë, përshëndetje, miq, shok, dashamir, vëllezër, motra, kudo që jeni motra dhe vëllezër shqiptar. Sot është dita e martë, data 17 shkurt 2026. Njëherët unë Ramadan Reka shpreva dëshirën që të gjithë kombit tem shqiptar, kudo që janë e kudo që jetojnë në rrezullin toksor, t'ja uroj festën më të madhe të kombit shqiptar të Kosovës. Pavarësinë e Kosovës, sepse shtetin e kemi të madh dhe ajo është nana jonë Shqipëri, ajo ka 100 e më tepër vite pavarësinë dhe shtet, por unë po ja uroj shtetit të Kosovës, të cilin sot e kemi një shtet të ri, demokratik dhe të pavarur. Nuk ka gjë më mirë e më kënaqësi në jetë se kur e kemi shtetin tonë. Ne duhet ta kuptojmë një gjë, se kur ishmi nën thundrat apo çizmën e serbo-slave, nuk ishmi të lirë as në qytet me dalë. Me dalshmi, por qysh u ktheshmi te shtëpia. Asnjë nuk u kthente pa hongër një qytek apo naj dajak. Pa të ndalë, pa t'i marrë paret, ndoshta ke dalë me ble harç për shtëpi, u dashki me shku pa harç te shtëpia. Sepse ishte shtet i dhunës, jo shtet i drejtësisë, jo shtet i lirisë, jo shtet i pavarësisë, por ishte shtet i dhunës, i maltretimit, i rrahmjes, shtet komunist. E sot, ne duhet ta dojmë, ta çmojmë, ta respektojmë shtetin dhe vëllezrit ton që na sollën lirinë. Sepse pushka e tyre që bëri bujë në gjitha trojet dhe në gjitha viset shqiptare, por edhe më gjerë, pushka e ushtrisë çlirimtare të Kosovës e tronditi edhe botën. Prandaj edhe bota mori ofenzivën për të na ndihmuar si shqiptar. Dhe në fund u çliruam. E bëm edhe shtetin ton me na njoft gjithë bota si shqiptar, sepse përpara nuk na ka njoft një Jugoslavi që i kemi thonë vllaznim bashkim. Nuk e kanë ditë se ku i bje Kosova, e tash pe din bota se ku është Kosova. Prandaj thënë, ne duhet të jemi gjithmonë të bashkuar, të vllazëruar, ta dojmë njëri tjetrin pa kurrë interesi, vetëm ta dojmë si gjaku jonë shqiptar. Kështu që edhe një herë ja uroj të gjithëve këtë festë të madhe të popullit shqiptar që u hoqën nga dhuna dhe nga çizmja serboslave. Urime 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. E gëzosh lirin Kosova nan, me bitë dhe bijat më të mirë që të dashtën më së shumti ty se jetën e vetë. Sepse ta dëshin jetën sikur të dashin ty, ata nuk ishin ra dëshmor të kombit, por ata e deshtën më shumë lirin se sa jetën e tyre. Edhe për ata sot janë lulkuqet e Kosovës që çdo shkurt kur vjen ne i kujtojmë me lot në sy vëllezrit dhe motrat tona që u vranë
nga dora barbare e Serboslavit. Kosova ime dashur, edhe pse jam larg teje në gurbet të zi, ku i thojmë Danimark një vend i ftoft, nga thellësia e zemrës po të përqapoj Kosovë dhe po ta uroj pavarësinë. Inshallah e gëzon gjithmonë me njerëzit më të mirë që janë në botë, janë njerëzit shqiptarë me zemër të mëdha, zemër të gjerë, shpirt të bardhë dhe humanitar. Urime vëllezër dhe motra, pavarësia e Kosovës. Urime 18 vjetorin, sepse sot u mbushën 18 vite që Kosova është shtet sovran, demokratik dhe i pambarur.